Lando Norris është kampioni botës në Formula 1, por jo edhe kampioni fitimeve për vitin 2025. Lewis Hamilton betet piloti me pagën më të lartë, $70 milion nga Ferrari, por në garën e parave fitues del Max Verstappen. Piloti Red Bullit me bonusin prej $11 milion arri në shifrën e $76 milion fitime për vitin 2025. Hamilton pas një sezonit të vakët merr vetëm gjysmë milioni bonus dhe ndalet në $70.5 milion fitime. Te Ferrari Charles Leclerc me 30 milion pagë mbetet pa bonus e pa podium financiar. Podiumi kompletohet nga fituesi i titullit Lando Norris, i cili me pagë prej $18 milion dhe bonusi prej $39.5 milion arri në një fitim prej $57.5 milion. I katërti është shoku i tij i skuadrës Oscar Piastri me $36.5 milion fitime, ndërsa i pesti mbetet Leclerc dhe i gjashti Fernando Alonso me $26.5 milion. Lista vazhdon me George Russell në vendin e 7, Lance Stroll në vendin e 8, Carlos Sainz në vendin e 9 dhe Kimi Antonelli që mbyll 10 me $12.5 milion fitime gjatë vitit 2025.